intervistë sot që unë e kam e qef ajo jo, po ne do e bëjmë, do përpiqemi, apo jo, Ledia Xhoka, mirë se erdhe. Faleminderit. Po jo, jam shumë e gëzuar që jam këtu. E di që do të thash që se kam shumë që intervistat, i kam pak frikë, po jam shumë e gëzuar që jam këtu të ky. Unë jam shumë e gëzuar, po e njoha dje, nuk e njoha tani, në fakt nuk e njoha dje, e njoha kur e lexova, sepse ne njohim njerëzit kur i lexojmë. Nuk na mbushet mendja që i njohim, po në një farë mënyre po. Dhe unë kur lexova keq kuptimin, me gjithë keq kuptimin, pata kënaqësinë e madhe që me 2 fjalë të tregoja gjithë çfarë ndjeva. Tani nuk i mbaj mend çfarë thash. Edhe mua nuk më kujtohet çfarë ke thënë, po mbaj mend që e lexova dhe më mbushi syt me lot. Vërtet? Po. Pse? Ishte hera e parë që lexoja diçka në shqip, për atë që nuk e dija nëse kisha lexuar shqip, thashë se kisha lexuar në anglisht. Jo, unë kisha lexuar shqip. Kisha lexuar në shqip. Shqip në celular. Dhe që përpara se libri të kishte dalë, prandaj. Po, përpara dhe me korrigjimet e tua që se dija që ishin tuat, e kisha kërkuar Erlindës. Ditën që doli fjala që ti je në listën e Booker Prize, unë u emocionova, se Booker Prize, unë e dija madje men Booker Prize. Po, unë isha të kjo e anglishtes, ato që janë të shkruara në anglisht, po. Dhe thash, wow, do të thënë, çmimet tu kanë qenë gjithmonë për Kadarem, gjë që na ka dhënë patjetër krenari dhe dukshmëri, dhe kur një vajzë unë se dija që shkruante, nuk të dija, nuk të njihja, do të flas me ti, ndjes. Po, të kam të timen. Me ti më pëlqen më tepër. Okej, të kam timen. Ledia ne kemi tonën, dhe Ledia është, se pavarësisht se unë nisa kështu bisedën kaq thjesht, Ledia është sa e ndërlikuar, sepse është në atë listën që prezanton një vajzë shqiptare në majat më të larta të... Dhe nuk do t'i lexoj pa këto, se nuk i mbaj mend t'i them të gjitha, por Ledia Xhoka botohet dhe përkthehet në shumë gjuhë nga shtëpia e rëndësishme. Shtëpia botuese në Amerikë është Tin House Books, është Don't në Londër, në Angli, dhe edhe në Itali së shpejti. Po pse the në Indi? Po tregoje për libra? Në Indi, librat anglez, ka shkuar gjithë në Indi dhe janë shitur shumë dhe në Indi. Tin House është shtëpia nga më të rëndësishmet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, nuk do të thosh nga më rëndësishme, është një shtëpi e vogël independente në fakt, prandaj është dhe sukses shumë i madh për ata që kanë arritur Bookerin. Po pra, unë mendova që ajo ishte shtëpia botuese që të çoi ty te suksesi përveç faktit që ishte libri. Si që historia? Çdo shtëpi botuese, jo, në fakt vetëm shtëpitë botuese që janë në Angli mund të ta fusin librin për konsiderim. Dhe shtëpia botuese në Angli që është Don't, dhe ajo është independente, domethënë nuk mund ta them që është e vogël, domethënë se kanë dyqanet Don't. Kështu po prapë vetëm 5 veta punojnë tek Don't në Londër. Kështu që është relativisht e vogël, edhe çdo shtëpi botuese e fut librin për konsiderim për çmimin Booker. Por ti futesh në çmimin Booker. Domethënë kjo ishte një gjë e para e dje që ishte dërguar, domethënë ishte marrë në konsiderat. Jo, nuk e dija. As di fare. Nuk dihet fare. Ata domethënë si funksionon shtëpitë botuese e fusin për çmime të ndryshme. Edhe ti nuk e di fare. Është mund të fitosh, nuk mund të fitosh. Bile e di që nuk kanë fituar për ca çmime shumë më të ulta se Bookeri, që janë aty afër lokale në Brooklyn, domethënë që e di që shtëpia botuese më ka futur, aty nuk ka fituar. Ndërsa Bookeri po, domethënë gjithë ato libra që ishin futur edhe fut në atë listën e 13-s, jo, nuk e dija. Wow, e di, unë e vura me njerë lajme në Instagram kështu nga ato, sepse unë mendoj që është gjë e madhe, mendoj që është një gjë shumë e madhe. Po të ndryshon jetën në një farë mënyrë, nga që asnjëri nuk e di se kush je ti, edhe menjëherë njerëzit e dinë. Edhe, më thënë, është e kënaqësi, po edhe një lloj ankthi, me thënë të drejtën. Nga që mua nuk e di, gjithmonë më pëlqen të punoj kështu në errësirë, pa e ditur njëri, se nuk ke shumë presion. Nuk, domethënë, nëse dikujt nuk i pëlqen, nëse nuk i pëlqen, nuk ka probleme. Ka parasysh, ndërsa tash ti nuk e di, ndjen një lloj pritshmërie nga agentët, nga shtëpitë botuese, nga publiku, domethënë se çfarë do shkruash. Edhe është pak e vështirë. Po, nuk e di, mendoj, nuk e di nëse një këtë shkrimtaren amerikane, Elizabeth Gilbert, që ka shkruar Eat, Pray, Love. Edhe ajo ka një video shumë bukur në YouTube që flet për krimtarinë. Edhe thot për këtë presionin që i vën shumë artistët vetes tyre, domethënë sidomos kur nuk e arritur diçka, është pse nuk e ka arritur diçka. Kur arrin diçka, po sikur të dështoj pas kësaj. Domethënë është një presion i jashtëzakonshëm që artistët i vën vetes. Dhe ajo thoshte diçka të bukur që thoshte që në Greqinë e lashtë dhe në Romën e lashtë, kur vinte fjala për krimtarinë,
Ato e mendonin që nuk ishte brenda njeriut, ishte jashtë njeriut, krimtaria. Dhe grekët kishin një emër që quhenin demon, si demon, për shembull, edhe ai jetonte jashtë njeriut. Për shembull, në rast se ke një studio piktori, demoni jetonte në mur. Edhe kur ishte duke pikturuar, demoni të vizitonte. Në rast se piktura ishte jashtëzakonisht e bukur, ishte faji demonit, ishte vlera e demonit, ndërsa rast se piktura nuk ishte e bukur, atëherë ishte prap faj demonit. E beson ti këtë? E besoj në një farë mënyrë, e besoj, kam filluar të mendoj kështu tash, kam filluar të mendoj kështu, është vetërmend që tash kam filluar të mendoj kështu. Nga që është shumë presion ndryshe, Për shembull, edhe David Salzej, isha në ceremoninë e Bukurit, kur dha atë fjalimin, domethënë që falenderoi, që fitoi çmimin Bukur, ai tha që përpara këtij libri, po punonte me një libër që e la. Nga që nuk mund ta vazhdonte. Domethënë nuk ishte, domethënë nuk i erdhi demoni. Nuk i erdhi demoni. Kështu që edhe tash ti, domethënë la atë librin, filloi këtë librin tjetër, fitoi çmimin Bukur. Domethënë edhe shkrimtarët që kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme e ndeshin këtë, domethënë. Erdhi apo jo demoni. Po. Në fakt, në librin përpara ke shqiptimit ty s'të kishte ardhur demoni. Çfarë ndodhi? Ndoshta, po. Ajo ishte që nuk ishte ardhur demoni. Ose kam ca për shembull gjëra që kam punuar dhe them që s'ka ardhur demoni ose s'ka ardhur koha e dur. Ndonjëherë dhe ajo koha e dur, më duket, domethënë që të vi. Për shembull kam ca teatre gjëra që kam bërë dhe them me vete, s'ka ardhur akoma koha. Sado domethënë që për këto më ka ardhur demoni, se mendoj që janë të mira, s'ka ardhur koha e dur ndoshta për ta parë dritën. Keq kuptimi ishte ti u knaqe kur mbaroi, domethënë, apo kisha akoma jo këtu diçka nuk shkoi, diçka nuk u tha, nuk e mbylla, apo mbaroi, u shlirove dhe dorëzove dhe ti ishe knaqur me keq kuptimin. Keq kuptimi është libri yt i dytë? Është libri i dytë, se thash folëm dje që bëra masterin dhe aty si thesis që kur mbaron atë bën ose një libër me tregim ose për një roman dhe bëra atë romanin, edhe nuk isha e kënaqur, domethënë. Sado që dy profesorë amerikanë thanë domethënë që nuk e ke keq, mund të punosh për këtë, domethënë, ndjeva se dështova, ndjeva se demoni nuk ishte ardhur. Kështu që e lash librin dhe për një farë kohë domethënë ju shmanga prozës. Dhe them në gjithë ato arritjet që arrita në teatr janë thjesht nga fakti që dështova atë herë, domethënë për librin. Po pastaj ideja që do i kthesha, domethënë gjithmonë shkrimit. Dhe kur mbaroi, domethënë po, e ndjeva, domethënë kisha atë ndjenjën që është në rregull. Kjo është në rregull. Këtë ndihem mirë që bota ta shikoj është në rregull. Që bota ta shikoj është në rregull. Pastaj ke ato ndryshime nga që duhet gjesh agent, si funksionon atje, domethënë duhet ja çosh gjithë këtyre agentëve letrar. Ti nuk shkon në një shtëpi botuese, duhet të kesh një agent. Patjetër. Po ti kishe një agent të jashtëzakonshëm, normalisht. Mu duhet ta gjeja, edhe gjet thjesht në internet. Si të pranoj që ti ajo e lexon librin edhe thot po apo jo. Si quhet agenti jote? Claire Roberts. Ajo domethënë është jashtëzakonisht e mirë, më pëlqen shumë, po kisha kisha shumë refuzime, domethënë nga agentë të tjerë. Bile domethënë që edhe kur u pranua libri nga shtëpia botuese kam marrë një refuzim nga një agent në të njëjtën ditë që kam marrë, nga që agentët domethënë ndonjëherë përgjigjen, duan shumë kohë që të përgjigjen. Edhe libri u pranua për botimin edhe mora një refuzim. Domethënë mund të quhet që je pjesë e sistemit dhe prap sistemi i tillë është refuzon, pranon një fat. E kap letrën tënde. Po, është tamam fat. Domethënë unë këtë agjentën, domethënë nuk kisha bërë një listë Excel-i me gjithë emrat e agjentëve që mund t'ia dërgosh librin. Edhe emrin e saj nuk e kisha aty, kot rastësisht pash që kjo kishte marrë një vajzë nga Ukraina, edhe thash, ndoshta thash me që se ka dhe një temë, domethënë kështu të huaj, ndoshta ta provoj dhe ajo direkt, domethënë. E mori, po. Wow. Po, ishte domethënë. Si ishte momenti kur të marrin, se shumë qef është kur shkruan, por ama kur të konfirmojnë, nuk e di, është një tjetër lloj qefi, si është? Po, qef shumë i madh, domethënë ndihesh e lehtësuar, ndihesh domethënë që
unë them që është libri është i mirë, kjo shoqëria ime e shkrimtarëve është e mirë, këto pse kam ca kështu që gjithmonë ja jap libra që shkëmbejmë mendime, kështu këta thonë që është në rregull, gjithë thonë në rregull, po domethënë kur të jep një agent që të përfaqëson, do të thotë që dhe ajo ka besim tek ty, se agentët domethënë ata nuk të marrin para, nuk kërkojnë gjë nga ty, ata thjesht marrin një përqindje nga çdo gjë që shesin. Kur shitet dhe kështu që dhe asaj del fati në momenti që ti futesh në bukur pastaj, sepse kalon në tjera nivele. Po, kalon në tjera nivele. Po ajo s'ka pasur asnjë nga autorët e saj në Booker. Unë isha autore e parë që u fut në listën e Bookerit dhe për atë. Ndërkohë që ta shpjegojmë për kë nuk e di, apo çon si ka ta shpjegojmë për kë nuk e di. Për kë e di që çdo të thotë të futesh në një listë Booker. Se shiko, Shqipëria ka qenë gjithjetën tu prit Nobelin. Domethënë te Bookeri nuk e di në ka pasur këtë lloj pritshmërie, domethënë duke pritur Nobelin. Pastaj nga që Kadereja kishte marrë një Booker Prize dhe nuk e prisnin, po është e bukur ky ankth i Shqipërisë për të pritur gjithmonë një çmim për. Kjo tregon edhe një lloj, nuk e di, më ka ngacmuar gjithmonë. Po, jo, jam habitur sa, nga që, domethënë, edhe vetë nuk jam gëzuar saq shumë sa që është gëzuar familja ime, diskutohet, po edhe disa veta në Shqipëri. Që ta shprehin. Po, që ma shprehin, që më kontaktonin edhe që kështu edhe. Patjetër, domethënë, nga që edhe unë jam tip, domethënë, që më duhet i procesoj gjëra, domethënë, nuk gëzohem me një herë që, domethënë, që diçka e mirë ndodh, domethënë, prit një moment, çfarë po ndodh, domethënë, më duket pak kohë, domethënë, dhe kur njerëzit gëzohen, edhe unë pak marr nga energjia e tyre edhe unë. Po mirë, ndërkohë Bukerin, fiton futjes te Bukeri. Okej, në rregull, s'ka për ne ke fituar Bukerin, mbaroj ajo histori. Ti futesh në këtë listë, kishe fituar një çmim të rëndësishëm në New York, ndërkohë? Po, në New York, po, është një bibliotekë shumë interesante, shumë e vjetër në New York, që nga vitet 1700 që është krijuar ajo, dhe ajo çdo vit jep, është një bibliotekë shumë interesante, në fakt, New York Society Library që quhet, shumë për ta vizituar, shumë bukur, është një nga ato big mansions aty në New York, dhe ata japin këtë çmimin vit për vit për një roman që atyre ju pëlqen, që tregon për jetën në New York. Edhe fitova dhe me thë çmimin e kësaj, edhe kjo Center for Fiction është një organizatë në Brooklyn, dhe ajo u shpalla finaliste për një çmim të madh që kanë dhe ato, dhe ajo është goxha e rëndësishme në Brooklyn që u futa në short list për atë. Kështu që kishte fituar disa çmime, nuk e di. Po pastaj mendoj që Bookeri si çdo gjë tjetër është si çdo juri, domethënë, bëhem shoqe ndonjëherë me këto që janë nëpër juri. Edhe si funksionon, është dikush aty në juri që me tërmend i pëlqen libri. Edhe ata e shtyn. Vërtet po? Kaq personale është çdo gjë? Është, mendoj ashtu është. Dikush që me tërmend e pëlqen dhe ata domethënë e shtyn shumë atë libër, janë gati të zihen për atë libër. Kur fitova për shembull këtë në New York Society Library, u bëra shoqe me këtë dhe kjo më tregoi domethënë që unë nuk e lija librin tënd pa fituar, tha. Domethënë nga që ti bëre shoqe mbasi fitova? Mbasi fitova. Jo, fare, nuk lejohet. Nuk lejohet. Nuk lejohet. Jo, tash ti jemi bërë shoqe, ajo bën filma dhe është dhe kështu shkruan poezi shumë bukura. Po shiko, çfarë tha Booker Prize për ty? Keq kuptimi, ja një sekondë, se ças ka marrë këtu, po nuk shikoj, se më thej ke shkruar me gërm të madhe, kjo që duhet lexosh me gërm vogël, dhe nuk e shoh. Keq kuptimi s'bën në mënyrë delikate, vjen mes ndihmës dhe dëmit. E gjetëm romanin të fuqishëm, shqetësues dhe çuditërisht njerëzor. Mos e ka përkthy gabim këtë çuditërisht që e futa? No, Strangely Human. Strangely Human. Ka bërë shumë mirë. Strangely Human, sa interesante. Dhe pastaj të tjerët që thonë se Ledia na përgatit të shohim çdo vendim nga çdo kënd i mundshëm. Kënaqësia është ta pranojmë këtë dyzim të përkryer, që ajo merr nga duart e rrëfimtarit dhe e jep lexuesit. Domethënë e kanë thënë kaq bukur atë që unë e thash shumë zakonshëm, rehatia e të ndjerit në shtëpi, në librin tënd, në një shtëpi që s'është jotja, po unë ndjem rehat, një roman jashtëzakonisht i pasur, i fuqishëm dhe i nuancuar, i dhemshur dhe i shkruar mrekullisht. Duke na dhënë gjithëve një mundësi të kuptojmë se historia jonë ndikon vendimet e sotme. Wow, nga të gjitha, po të thëna kaq bukur, po mirë, se ti e thua me lehtësi të madhe të gjithën këtë gjë dhe unë nuk kuptoj si je ti atje, si shkon ti atje, si shkon ti në New York dhe befas ndodhesh në këtë atmosferë. Se në qoftë se unë jam këtu në këtë tryezë dhe mendoj sa qef ti jem atje ku je ti, unë shkoj dot. Është një hendek shumë i madh mes meje dhe teje. Si shkoj unë? Unë shkoj kur dot. Si shkove ti?
Po unë punoja në New York shpibotuse. Prit para se të punoja në New York shpibotuse. Okej. Atëherë unë domethënë shkova si domethënë për herë të parë domethënë për këto si quhen këto exchange program që ka pasur atëherë domethënë që nga mesi viteve 90 diçka aty nga këto exchange program që bëhet që mund të shkosh atje për një kohë. Pastaj erdha në Shqipëri, pastaj vendosa të kthesha prapë për universitetin, dhe mbarova universitetin atje, dhe mbarova universitetin për diçka që në fakt nuk lidhe me literaturën, që është letërsi? Jo, s'kam bërë letërsi për universitetin. Bile jam marrë me këto, është pak shumë si shkencat kompjuterike. Edhe punoja, pastaj gjeta një punë, nga që domethënë shkolla atje si emigrante, ke parasysh ke As përkthyese s'ke qenë ndonjëherë? Asnjëherë. Wow. Asnjëherë, jo. Po, atëherë je vërtet shkrimtar. Përderisa imagjinata jote është aq se unë gjithkohës përkthyese të paktën. Jo, s'kam punuar asnjëherë përkthyese, domethënë bile punoja për një farë kohë punoja në Kaliforni, edhe isha si ndërmjetëse midis disa firmave kështu kompjuterike që janë në Indi dhe disa bizneseve në Kaliforni, në San Diego kam qenë, dhe pastaj për gjithmonë në mendjen time duhet lëviz New York edhe të vazhdoj shkrimin. Duhet lëviz New York. Pse shkrimi ishte brenda teje? Ishte, e mendoja. Që vogël? E dija që e vogël, po domethënë edhe në San Diego gjithmonë kam pasur shumë shoqëri artistësh. Edhe shikoja ata që bënin artin e tyre. Domethënë isha shoqëri me disa balerina, domethënë me ca koreograf, me ca muzikant, domethënë shikoja ato që bënin artin e tyre dhe mua gjithmonë dija që diçka më mungonte. S'po e them dot. Diçka më mungonte. Dija domethënë që në rast se do bëja një art, shkrimi do ishte arti, domethënë nuk kisha ndonjë talent tjetër, atë e dija. Nuk mund pikturoja, nuk bëja asnjë gjë tjetër, ajo ishte arti im. Edhe kisha gjithmonë në mendje që domethënë bedi që jam duke bërë këtë punën, domethënë jam duke nxjerr para, domethënë jam mirë, po ama domethënë e di që ndihem bosh brenda vetes. Pra, ti ishe fokusuar në profesionin që nxori shkolla, financiarisht mirë, ndërkohë ishe vetëm? Isha vetëm, po. Ishe vetëm. Dhe dohet flisje. Po, domethënë doja të shkruaja, edhe pastaj pata edhe një çik si fat, nga që kjo shoqëria që kisha, shoqëria artistësh që thash, gjithë lëvizën në New York. Edhe kisha domethënë një pak mbështetje, domethënë që kisha njerëz aty që njihja në New York, që kisha mund ku të rija ndërsa kërkoja për punë e kështu. Edhe aplikova për punë për shpibotuse. Ju afrove? Ju afrova, po, aplikova për punë për shpibotuse. Për të bërë çfarë në shpibotuse? Domethënë diçka nga që kisha shumë, kisha këto, kur je mirë me kompjuterit, kur ditë programosh, ditë bësh website, ditë bësh këto gjëra, është e lehtë domethënë. Edhe plus që kisha domethënë dhe nga shkrimi isha mirë, domethënë, kështu që e dija domethënë që diçka mund të gjeja në një shpibotuse. Edhe me fat më doli një punë në New York, punoja në një shpibotuse. Dhe ka qenë me shumë fat. Akoma nuk e di domethënë se si kam arritur. Se punët në shpibotuse në New York janë shumë të vështira. Këtë unë nuk e dija, unë domethënë aplikova kështu, domethënë do aplikojmë për këtë. Edhe aplikova edhe jam habitur shumë që e gjeta këtë punën shpibotuse. Edhe aty punoja në shpibotuse që kishin libra shkencor, edhe libra teknologjie, fizike, kimie, dhe domethënë ata kishin shumë konferenca të ndryshme shkencore dhe unë domethënë udhtoja, domethënë për të marrë se cila tema ishin interesante që këta të blinin libra, për çfarë libra është të bënte shtëpia botuese për këto gjëra shkencore, domethënë. Edhe ishte shumë udhtime domethënë nga që kjo kompania dytë që punoja ishte kompani gjermane, duhet shkoja në Heidelberg gjithmonë për takime, pastaj udhtoja gjithandaj. Edhe po prapë ishte e pamundur të shkruaja, edhe fillova po prapë lexoja, shkruaja në një poezi, shkruaja në një tregim të vogël ose kështu, lexoja, po domethënë prapë nuk bëja ndonjë gjë. Megjithatë në New York je rrethuar nga shkrimtarët, je rrethuar. Të futesh në një kafenet, gjithë janë duke bërë ose skenar ose duan bërë shkrimtar, domethënë është edhe shkoja në për këto aktivitete letrare, fillova të futesha në për këto aktivitete letrare. Edhe si janë aktivitetet letrare? Jashtëzakonisht në New York. Në çdo natë për shembull ndonjëherë mund të kesh 4-5 vende, nuk di nga të shkosh domethënë, nga që ka shumë. Edhe njerëzit për shembull që botojnë libra, lexojnë nga librat e tyre, diskutime të ndryshme që bëhen. Jo, New Yorku është fantastik për atë. Mendoj që po të kisha qenë në një qytet tjetër ndoshta nuk do kishte ndodhur, po nga që isha në New York,
ndodhi edhe do të takon për shembull një shkrimtar të njohur, një shkrimtar që domethënë ai sapo e ke lexuar, dhe ata flasin me ty, e kështu edhe fillon dal ngadalë dhe mendon domethënë, çfarë ka ky që unë nuk e kam, si mund të për shembull ndonjëherë mendon që përveç faktin që prindrit janë duke ndihmuar me lekë edhe mua më duhet të ndihmoj, domethënë janë gjithë këto ndryshime. Është goxha fakti i madh ai. Është çfarë? Është i madh fakti, dallimi që dallimi është shumë i madh dhe besoj që arti shpesh herë bëhet nga njerëz që është luks, edhe bëhet nga njerëz që i kanë të mundësit që prindrit i dërgojnë para, që pastaj ka dhe të tjerë, nuk them dhe kështu, New Yorku është plot me artistë, ka dhe të tjerë që punojnë shumë, punojnë si kamarierë, për në kështu qohen 4 mëngjesit që të shkruajnë me këto lloj sakrifica, edhe këta janë njerëzit e mi. Këta sakrificave, këta që do më thënë kështu. Dhe edhe do më thënë ndjeja një lloj frymëzimi, do më thënë, pastaj mora vesh që ekzistonte kjo shkolla e shkrimit, që se kisha idenë që ekzistonin këto shkollat e shkrimit, edhe aty nuk ke rëndësi, mund të kesh mbaruar shkollën për çfarëdo gjë, do më thënë, mund ta kesh mbaruar shkollën për inxhinieri, për computer science, ka rëndësi, aty aplikon e vetmja gjë ata lexojnë ato tregimet që ke shkruar. Çon diçka pra. Çon, duhet patjetër të çosh diçka, edhe janë, domethënë 3 deri në 5% pranojnë, është shumë e vështirë. A nuk të pranojnë, është problemi? Jo, nuk të pranojnë, është shumë e vështirë të pranojnë. S'është thjesht i ke paguan, po ti s'pranohesh. Jo, nuk pranohesh, në New York janë shumë të shtrenjta. Këto të shtrenjta ndoshta janë dhe pak më të lehta për të futur, po dhe ato janë vështira, në fakt nuk duhet ta them. Një shoqja ime që shkonte, që mbaroi në shoqja, në fakt ajo kishte shkuar në Columbia University, ishte futur $300,000 borxh për shkollë për të studiuar dramaturgji. Edhe unë për mendimin tim kjo është çmenduri, domethënë të futesh $300,000 borxh për të studiuar teatr është shumë. Dhe unë kërkoja një shkollë që të më jepte një bursë dhe të mos pagoja. Ky ishte qëllimi dhe kam, por asnjë nga këto nuk janë New York. Këto shkolla nuk ekzistojnë në New York. Kështu që aplikova edhe më pranuan në një shkollë në Texas, edhe ishte fare pak, s'pagoje fare, edhe më dhanë dhe një punë, domethënë aty, edhe për 3 vjet e lasha të punën në New York, që kisha, edhe lëviza aty në Texas, edhe aty domethënë është pak e vështirë fillimisht, si lësh New Yorkun, të lësh gjithë shoqërinë që ke, edhe të lëvizësh domethënë aty në. Po ti ishe i qartë, po lëviz që të mësoj, se ty të duhej diçka për të bërë atë që ata që ti shikoje e kishin dhe ti jo. Dhe ky ishte të qenit profesioniste. Po, e dija domethënë kisha synimin që dua domethënë nga që isha e shkëputur domethënë, isha shkëputur nga letërsia, duke dashur që të punoja për gjithë këto vite, isha shkëputur nga letërsia, ishte shkëputur domethënë nga leximi, që duhet leximi domethënë tamam leximi, jo kështu që marr një libër her pas here lexoj. Po. Edhe lëviza aty pastaja dhe ishte është me tërmend stresuese kjo shkolla, mund të themi, nga që përfaqësohesh për herë të parë me një lloj publiku, mund ta quaj, nga që janë nxënësit e tjerë që t'japin komente për ato që shkruan ti, edhe shumica janë negative, domethënë fillimisht po negative, nga që nuk e di, sidomos domethënë nga që jeni të gjithë aty, ndonjëherë është ajo që njerëzit duan të tregojnë pak të zgjuar, duan të tregojnë pak, nuk e di. Kush që më negativi që më more? Wow, më duket se i kam bllokuar gjithë ato gjërat negative, i kam bllokuar, nuk i mendoj. Po jo, janë, edhe ata duan edhe të mësojnë, mësuesit, edhe mësuesit duan të mësojnë që mos mendosh që kjo është rrugë e lehtë, kjo është rrugë shumë e vështirë. Më kujtohet erdhi një shkrimtare shumë e madhe amerikane, Francine Prose, ajo kishte ardhur në Shqipëri në fakt, nga që kur erdhi folëm pak për atë, Francine Prose. Edhe folëm, ajo erdhi edhe 2 nga këto të shkrimtarët i kishin dhënë një 2 tregime kësaj, kjo i pa edhe tha, me këto doni të konkuroni juve, tha New York, me këto është e pamundur, tha, me këto tha nuk konkuroni dot. Domethënë të trajnon që t'jesh gati për atë gjë, se je tërmendje në një garë që do marrësh pjesë dhe kështu që edhe aty shkruava atë romanin e parë, që thash që më zgënjeu, ndjeva. Romani i parë ishte detyrë e atij kursi. Ti duhet të bësh një roman. Duhet të bësh një roman ose me tregime. Unë kisha mjaft tregime, se kisha bërë shumë tregime, mund ta bëja edhe tregime. Po domethënë thash ta provoj një romani, thash si bëhet. Edhe profesori im gjithmonë më thoshte që romani i parë për shumicën e njerëzve është dështim. Shumë ka thënë ai gjithmonë. Tash ti ka përjashtime, nga që unë gjithmonë më kujtohet Mary Shelley që shkroi Frankenstein, nuk e di nëse e di historinë. Mary Shelley ishte me Byronin, ishte me burrin e vet, Percy Shelley, ishin nuk e di në një shtëpi të vogël andej nga nuk e di në Angli, edhe aty
ata vendosën që të bënin një kështu ghost story, të shkruanin një ghost story që të gjithë, ose një horror story. Edhe kjo nuk po e shkruante, ky baroni thoshte që ku është kjo, domethënë, edhe kjo thoshte, prit se do ta mbaroj, ka deri dilë, do shkruaj. Në fund fare 17 vjeç shkroi Frankensteinin. Frankensteini domethënë është bërë klasik që është shkruar domethënë në gjithë botën. Kështu që ka që qëllojnë në shenjë. Ka që qëllojnë në shenjë, domethënë, po profesori im tha që domethënë është shumë e vështirë domethënë që me romanin më përpara edhe kështu që dhe unë domethënë mendova që Thalia ta konsideroja si stërvitje. Çdo stërvitist bën stërvitje, domethënë, edhe thash domethënë më mirë po e lë këtë. Edhe ato i them dhe shkrimtarëve domethënë të rinj që takoj e kështu që pyesin, them mos u nxito. Mos u nxito, domethënë prit domethënë derisa të jesh 100% e sigurt për ato që do të bësh. Dhe ti te e dyta ishe 100% e sigurt. Isha e sigurt. Ajo ndodhi atje, shkruajte atje apo mbasi ike? Kur fillove të shkruash keq kuptimin? Jo, e shkruajta shumë më vonë, nga që s'kisha guxim të kthehesha shkrimit. A pse e le pastaj? Po. Mbasi mendove që nuk ja dole me atë e le fare? Kisha një lloj. Po të vinte i natë që ti kishe për shkollën, kishe lënë gjithçka. Po. Më vinte i natë, po sa domethënë mendoja ndjeja një çik si kështu. Nuk e di ndonjëherë që të mërzit diçka dhe nuk do t'i kthehesh më. Domethënë thua që i rri pak larg. Edhe po se mbarova të shkruaj, të fillova të shkruaja teatr pastaj, domethënë. Po është vështirë. Jo. Jo? Jo. Nuk ka gjë më të vështirë se shkruarja e romanit për mendimin tim. Jo filmi, jo teatri, asgjë më duket se romani është gjëja më e vështirë. Për mendimin tim, ka tjerë domethënë që ashtu. Ose ndoshta nga që jam mirë në dialog. Dialogu mua më vjen lehtësisht, nuk kam pasur probleme. Ka një arsye që dialogu të vjen lehtësisht? Mendoj ndoshta nga që kam qenë imigrante atje dhe kam qenë gjithmonë shumë kurioze për se si flasin, si gjuhën, si kështu dhe i vëre domethënë. Edhe dialogu, domethënë dëgjoj njerëzit shumë shpesh edhe ato i jam dhe më kanë dhënë shumë frymëzim. Ato histori që dëgjoj nga njerëzit, bile mund të them diçka që është një tregim i lezetshëm. Isha ulur në një kafene dhe ishin dy zonja afër meje, nuk e di 60 ca vjeç diçka e tillë. Edhe po bisedonin për këto kujtimet e tyre që kur kanë qenë studente. Edhe njëra ishte në Universitetin e Chicagos, edhe kjo thoshte që kur kam qenë e re dhe kisha një provim dhe kisha shumë frikë, mendoj, atë shikoja në një autobus edhe mendoja, sikur të më godasi ky autobusi, nuk do më duhet ta bëj këtë provimin, do jetë shumë mirë sikur të më godasi, thoshte kjo. Po pastaj mendova që isha në njëjtin universitet ku Stephen Hopkins ishte atje, tha, dhe ishte në atë me ESL, në atë karrike, tha, dhe mendova, ata do më thonë, tha, po sikur ta të paralizohem, të jem ashtu, tha, ata do më thonë, po ja, ky është duke shkruar gjithë ato romane, gjithë ato gjëra ti se bën dall këtë provimin. Edhe prapë, edhe më thënë, një diçka e tillë, domethënë të frymëzon. Domethënë gjithmonë mendoja atë dhe them ç'a mund të bëj, domethënë është një lloj domethënë formule emocionale aty brenda, domethënë a mund t'ja japësh këtë formulë emocionale një karakteri, një personazhi, domethënë që nga që nuk do të bëj diçka që në fundit është dhe shumë e lehtë, edhe krijon domethënë një dëshirë për vdekje në një farë mënyrë. Sa çuditshme, tamam. Varet çfarë emri ti vësh, po vdekja është në fakt ajo dëshira që ti krijon. Në teatr shkëlqeve pastaj ç'a ndodhi? Në teatr kam bërë pjesë shkurtra. Vetëm ta kuptoj se teatri ndoshta është ndryshe nga ajo që unë quaj teatr këtu. Po, është ndryshe. Për shembull atje ka shumë teatra, domethënë që bëjnë këto mbrëmje nga disa autor, në teatra të shkurtra, për shembull 20 minuta, 15 minuta, diçka të tillë dhe i vën ato në sken. Dhe këto domethënë kam dalë mirë, sa që dërgoja domethënë në një teatr, dilte aty, mirë, po nuk kurse kishte ndonjë pres të madh ose. Pranohesha më njëherë, me gjëra që çohesha. Po, me gjëra që thua sado që nuk shanoj trajnim, këto teatri më pranohesha dhe ajo më bëri të ndjej mirë. Po mirë që s'ngele në këtë gjë. Që s'ngela në teatr, në teatr është shumë e vështirë atje. Në teatr është shumë e vështirë. Sidomos domethënë që të kesh një domethënë teatr të gjatë, të vënë në skenë, kështu për shembull. Më dukej shumë e vështirë teatri edhe mendoja domethënë që mendoja që prapë duhet të kthesha shkrimit. Lidhja si atoj ti ndërkohë, financiarisht? Financiarisht, po, domethënë mbasi erdha nga Texasi, që ktheva prapë në New York, zgjeta punë tjetër.
gjeta punë tjetër. Po ishte shumë vështirë të kthesha punës botimit, nga që aty domethënë kishin kaluar 3 vite, thonë ata ku ke qenë? Them kam shkuar se dua të bëhem shkrimtare, është e vështirë, domethënë ajo të pengon shumë, të pengon shumë nga ana karrierës, se ke parasysh nga që dhe ajo fillon edhe mendojnë që kjo nuk do e marrë punën seriozisht, do iki prap, domethënë nga këto gjëra, kështu që nuk punova më atje, u futa në një universitet, në një universitet në New York, Graduate Center at CUNY që quhet. Edhe aty punoja domethënë me studentët që edhe ata punonin jo në dek shkencore dhe kështu që kërkonin këto si thonë bursa të scholarship nga vende të tjera, ndihmoja ata që të aplikonin për gjëra të ndryshme aty tek universiteti. Ishte punë e mirë, punë e qetë, nuk udhtoja. Edhe në fakt edhe zgjodha kështu nga që ishte domethënë që mund ta bëja, që mund të shkruaja në atë punë, domethënë nuk ishte shumë kërkuese në një farë mënyre. Po pse, nëse ti udhton nuk shkruan dot? Po është e vështirë, nga që udhtimi, domethënë kur je duke udhtuar po shkon për një takim, do kesh ato shënimet e takimit, ke në mendje për çfarë do flasësh për takimin, ne është jetë më ndryshe, domethënë ndërsa kur ke një punë kështu që është më monotone, sa më monotone të jetë puna, thonë andaj aq më mirë është për shkrimtarët. Kesh një punë monotone që domethënë ta sakosh trurin aty të bësh ato gjërat ato që duan dhe pastaj të krijosh, më ashtu. Është pak a shumë ashtu ishte. Edhe pastaj domethënë jo krijova familje, jo kështu, domethënë gjërat ndryshuan dhe fillova të punoj. Po mirë që krijove familje, se ti kishe fokusin këtej. Po, e kisha fokusin, po, krijova. Edhe pastaj fillova domethënë bëja këto punët, gjërat domethënë ndryshme artistike, një shoqja ime për shembull punonte për një dokumentar, ndihmova unë për atë dokumentarin, për ato bibliotekat e New Yorkut, që janë shumë të rëndësishme për, domethënë, bibliotekat e New Yorkut i dua shumë, domethënë në çdo shtet të Amerikës bibliotekat janë shumë të rëndësishme për ata që nuk kanë punë, për imigrantët, për fëmijët, që po kanë shumë aktivitete. Bën aktivitete? Bën një aktivitete të jashtëzakonshme. Biblioteka? Biblioteka vet, po, biblioteka. Për një njerëz që s'ka punë, ti shkon në bibliotekë dhe bën çfarë? Po, edhe dikush atje të ndihmon që të aplikosh, që të aplikosh atje. Sa të përshtatur me nevojat e njerëzve. Po. Dhe unë këtu mendoj her pas here, se shikoj këto bibliotekat në Shqipëri që janë bërë dhe shumë gjë mirë, por rimbosh. Se ti duhet ta gjesh, përse ta përdorësh që të bëjnë njerëzit. Po, ka shumë aktivitet. Edhe prandaj e bëm këtë dokumentarin se domethënë diskutohet që varet nga qeveria e Amerikës duan t'i heqin fondet edhe këto, dhe ky dokumentari domethënë ndihmoi që të tregonte se me tërmend, shiko çfarë po bëjmë, nuk është për fondet. Po, edhe domethënë për fëmijët sidomos ka jashtëzakonisht aktivitete, edhe aktivitete kulturore jashtëzakonisht, pothuajse, domethënë çdo biblioteka që kam unë afër vendit, domethënë patjetër jashtëzakonisht aktivitete me shkrimtarë kështu. Kështu që janë si qendër, më them, janë si qendër artistike e vendit. Bërë një dokumentar televiziv? Një dokumentar, ishte tamam dhe dokumentar për ata që të tregonin për fondet e tyre. Edhe kjo shoqja ime i kishte këto, unë thjesht ndihmova domethënë për këto. Kështu që bëja gjëra ndryshme, ose nëse kishte njëri nevojë për redaktim ose diçka të tillë, por përkthyesen jo, përkthyesen nuk e bëja. Pastaj më tha, meqense një shoqja ime dinte që isha shqiptare, më pyeti nëse desha të shkruaja, të përktheja për një organizatë që ndihmonte këta që të mbijetuarit e torturës. Dhe ai personi ishte pak a shumë si Alfredi, kishte një histori të dhimbshme. Alfredi është personazhi i keq kuptimit. Si Alfredi. Dhe unë i thash po, pastaj nuk ndodhi, edhe ngela me atë mendimin, çfarë lloj personi mund ta bëj këtë, çfarë lloj njeriu, duhet jetë njeri shumë i mirë, duhet njeri shumë i fortë që t'i bëj këto gjëra. Pastaj dal ngadalë, domethënë. Edhe u komplikua pak, ndërsa po shkruaja. Po në një njëjtën kohë, domethënë kisha filluar, para se të filloja të shkruaja këtë, kisha filluar një se tip novele të shkruaja. Edhe në fillim mendova që do t'i bëja si 2 libra bashkë, siç nga ato 2 libra me një kështu tregim dytësor, një kështu një ashtu, pastaj atë tjetrën e hoqja edhe u përqendrova thjesht te kjo. Po ndërkohë, gjithë kjo rrugë çoi te Booker Prize-i, domethënë ti vajte në shinat e duhura drejt, po sikur të mos ndodhte kjo, apo se mendojmë këtë gjë tani. Po nuk e di, mund edhe të do vazhdoje? Do vazhdoja të shkruaja që të ashtu, nuk e di. Është e vështirë, domethënë, sidomos nga Shqipëria, e ke parasysh, të merr tezja në telefon dhe thotë, po çfarë po bën? Akoma po shkruam, se po shkruam. Mjaft me ato shkrimet tash ti, mjaft me ato. Bëj fëmijë tjetër tash lërja ato shkrimet.
Kështu që është, nuk e di, ndoshta ajo që edhe unë e kuptoj, e ke parasysh edhe ndoshta që të kesh një fëmijë ose kështu të afërm që punon me vite për diçka dhe nuk shikon asnjë të ardhmen, domethënë ke një lloj ashtu kujdesi. Që të paktën për tezën është mirë ky çmimi. Nxora. Tash ti më tha mua do bësh e famshme, do fitosh shumë lekë, më tha tash. Dashun jo, ajo e para është e vërtetë, dashun e dyta jo. Të siguroj dashun që e dyta nuk është. Se edhe kur je kaq e famshme nuk ka para nga shkrimi? Jo. Domethënë nuk dua të frikësoj, po është Jo, nuk kam në atë rrugë, po frikson. Më kujtohet Misha Gleni e pyeta në Londër, e kishin shtëpi të mirë dhe unë nuk e di pse e pyeta. Pse ti pse e pyeta? I thash, "Më ti ke para nga të shkruarit?" Jo fare thaj. Nuk kam para nga të shkruarit. Mbase me këtë libër mund bëj diçka. Jo, janë të rrallë ato. Domethënë, shumica e shkrimtarëve domethënë marrin nga shtëpitë botuese ato që quhet paradhënia. Edhe paradhënia do të thotë që të mban ajo paradhënia derisa të shkruash, domethënë të mbarosh librin, edhe domethënë për ca shtëpi botuese japin paradhënie shumë të mëdha, që është shumë mirë, domethënë që t'japin, ndërsa paradhënia ime ishte asgjë fare, nga që thashë shtëpia botuese ishte shumë e vogël, këta paradhënie. Kështu që mbaret vetëm nga ajo përqindja e librave pastaj që mund të marrësh, po ajo domethënë vjen vonë edhe vjen Ka filluar për keq kuptimin? Po vjen? Shpresojmë. Kaq po them, shpresojmë. Unë duke bë bisedat e auditit tani, jo vërtet është shkrimin është e vështirë. Me shkrimin është me tërmend kurioze, është diçka. Por ama për te të qenit e vështirë, ç'a është këtu brenda për ty dhe për faktin që shkon edhe te tjetri, se ajo që ti thua ka ardhur te unë aq fort sa unë tani mund të rrit të dëgjoj gjithë ditën ty, po dhe ka shumë të tjerë si unë, besoj. Çfarë të thonë kur të marrin njerëz? Po, ka qenë shumë e bukur. Sidomos për shembull një vajzë nga Shqipëria për shembull, ajo ishte në Florida, nuk e di se ku ishte. Ajo kishte shkuar në dyqan, kishte parë emrin tim, kishte filluar duke qarë. Oh, sa bukur, sa bukur. Domethënë merr me mend që nuk ka sa. Po, do filloj çaj unë tani. Ç'është kjo histori kështu që prekemi kaq shumë nga ju vajza nga Shqipëria, kudo që jeni? Nga që merr me mend sa herë është futur ajo në atë dyqan, edhe ndoshta se ka vënë re, që s'ka parë një emër që njeh. Gjithë jetën. Edhe tash shikon këtë, edhe domethënë, edhe unë fillova duke qarë. Domethënë isha në autobus, domethënë isha në tren në New York, e pash atë domethënë më mbushën syt me lotë dhe mundohesha domethënë kështu ta mbaja veten. Edhe domethënë një tjetër nga Anglia më shkroi tha që ky ka qenë libri tha që më kam pritur të lexoj, më tha. Nga që ajo ishte në Angli, ishte ishte martuar me një anglez e gjëra të tilla. Domethënë kam dëgjuar dhe plus pastaj nga Shqipëria, domethënë kush më tha një koment të bukur, e bëre Beratin tamam të dihet si Messi Evropës, a diçka të tillë, nuk e di, ose si qytet botror. Nuk e di, e tha shumë më bukur se ç'po e them unë. Ajo, po domethënë nuk e di, ka marr mesazhe shumë. Unë në Berat kur lexova atë momentin tënd, në Berat, në libër, domethënë, që unë nuk e kuptova pse ishte në Berat ju, po nuk e di, pse ishte në Berat ju, pse fute Beratin, ti je nga Berati? Se isha unë, jo, se shkova unë në Berat. Në atë moment ku po shkruaja librin, isha në Berat. A prandaj fute Beratin në libër? O, qa fati për Beratin. Sepse, kur kam vajtur dikur e vogël, domethënë, unë jam me origjinë nga Berati dhe nuk e njeh shumë, por më dukej shumë jashtëzakonshëm. Dhe thosha gjithmonë, qyteti 1001 dritareve, pastaj pyeta një herë veten, "Ore, si kush e ka numëruar këto që janë 1001?" Derisa më sqaruan që janë 1/1 dritare. Dhe pyetja ime e dytë ishte, ta kishte pas një kadare Berati, thashto e fusta në histori se siç është Gjirokastra. Më vinte ndjesha keq që nuk e kishte. Dhe betas Berati futet në historinë e letërsisë ndërkombëtare, sajte, kështu që isha aty me mamin, me babin, me familjen time, domethënë ishte familjar, edhe unë ndejta tek hoteli që është përmendur në libër, ato librat që pash atje ishin ato librat që ishin, çdo gjë ishte aty në Berat. Dhe Berati erdhi. Dhe Berati erdhi. Ti je nga Tirana? Nga Tirana. Ti je një vajzë nga Tirana. Po. Vjen në Tiranë, je në Tiranë kështu apo nuk është ka ndodhur ajo shkëputja e pashmangshme? Po. Sado që vjen ndodh ajo shkëputja. Po sa herë që vi marr domethënë libra shqiptar, që të lexoj domethënë libra shqiptar. Dhe gjithmonë më pëlqen, po ndodh ajo shkëputja, është e pashmangshme. Po shtëpia, ata janë aty përsëri ku kanë qenë gjithmonë njerëzit e tu? Po, aty ku jam, po tash kam vllajin shumë afër meje, vllai jeton në Brooklyn. Është afruar. Mami është këtu? Është akoma këtu, po. Është mami në telefon kështu, është mami këtu apo jo? Është mami në libër apo jo?
Çdo personazh është përzierje. Përzierje e disa njerëzve, nuk mund ta them që ajo është shumë si mama ime, është, por ka Më pëlqen të shumë që personazhet e tu nuk ishin kështu as agresiv, as po kërkonin pronat kështu. Por ishin ndarë, siç ndahen në çdo familje në fakt, që njëri vazhdon mendon që Enveri kishte të drejtë, tjetri vazhdon mendon që na kanë persekutuar, pastaj pyetja është po ty pse kanë persekutuar. Ato dialogjet e familjeve normale shqiptare, të cilat vinë të treguara thjeshtësisht, qetësisht, edhe shumë bukur nga ato. Prandaj unë e sugjeroj fort të libër, pse është të vjen me një kënaqësi të madhe edhe të sjell aq kënaqësi kur e lexon. Nuk e di se kjo kënaqësi është si fjalë e rëndom, domethënë kur themi, po të sjell lehtësi. Të sjell lehtësi që ti mund të lexosh, të shijosh edhe të thuash pastaj faleminderit Ledia, siç thash unë, faleminderit Ledia, që je nga Shqipëria dhe se ti je nga Shqipëria dhe për ta, besoj. E thoshin shqiptaro-amerikane, thoshin. Patjetër. Besoj që domethënë bukuria e Shqipërisë, historia e Shqipërisë e bën librin ai që është. Po, sepse është brenda sa vite ikur nga Shqipëria, që nga 90-ta? Po, nga mesi viteve 90. Po si e mbajtet ti Shqipen kaq fantastike, kaq Shqipe të pastër, të mirë, në gjitha? Nuk e di si e kam mbajtur kaq mirë, me thënë të drejtë. Nuk më duket aq e mirë, po tjerat më thonë që është e mirë. Prandaj nuk e përktheva librin vet. Jo, se libri është shkruar anglisht. Libri është shkruar anglisht, do ta pranojmë, dhe është përkthyer. Mua më pëlqeu shumë përkthimi, kështu që e urojmë Margarita Sulej Skënderaj. Dhe libri është parë prej teje pastaj dhe ti kishe pak kënaqësira apo se tani nuk kemi ç'bëjmë? Po, nga që kur je thot për shumë një studiues amerikan, ai thot që libri që ti je në një libër i përkthyer nuk i përket asnjë gjuhë. Po, domethënë unë mundova që të luftoja me atë, desha domethënë sa më shumë nga që kur e di gjuhën, kur je asaj kulture, mundohesh domethënë që të jesh domethënë ta gjesh atë fjalën e duhur. Ndonjëherë më duhej që shikoja një fjalë dhe thosha, kjo nuk është fjala e duhur, pra ma unë nuk e di cila është fjala e duhur. Edhe mendohesha shumë, merja dikon telefon, pyesja domethënë shumë, edhe derisa domethënë kur ndonjë fjalë më stononte, po ajo bëri punë të mirë. Kështu që na e solli në Shqip me shtëpinë botuese Dudaj që sjell vajza të shkëlqyera, letërsi të mirë, sjell historira të mira dhe jam shumë e kënaqur që gjithashtu e shijoj punimet dhe t'ia kushton edhe më, nuk po filloj të pyes unë tani kush si qysh, pastaj vazhdo me Ciceronin, jo, nuk po të pyes tani për këto, se këto janë të gjitha shpjegimet janë personale, ti e shpjegon sot ke personale, realisht, nuk e pse të ma shpjegosh mua këtë gjë. Do kisha shkruar gjithë emrin. Dhe mbi emrin. Edhe mbi emrin. Dhe pastaj këtu janë të gjithë çfarë thanë për Ledian, këtë grua jetën e cilës e kërcënon shkatrimi për shkak të qëllimeve të saj, po ju do t'i lexoni vetë kur ta gjeni te gjitha libraritë në Shqipëri, ju nuk do qani kur ta shikoni emrin aty, siç qan dikush që e shikon jashtë në anglisht apo në libraritë e rëndësishme. Çuditshme, por edhe unë e kam pas menduar dikur. Domethënë, është si ajo ndjenja që shikon një targ Shqipërie në një vend të huaj, ndoshta në librari as kishe shans ta gjeje, por gradualisht ne jemi tani. Saj vajzave si ju, është gjithashtu Lea Ypi. E ke lexuar, Lea? Po, lexova librin e parë, më pëlqeu shumë. Tash të pres lexoj librin e dytë, po ka qenë pak Kora, po jo. Ju jeni si të ndara në një farë mënyrë, sepse ti je në Amerikë, ajo është... Po, se kam takuar ndonjëherë Lea, se kam takuar, po kam shumë respekt për Lean, diskutohet, e kam parë një herë që mbronte shqiptarët në një televizion italian dhe thash, domethënë, është vajzë e jashtëzakonshme. Ti se bën këtë, dalësh në intervistat mbrosh. Do mbroj, po. Jo, mbas mbrapa skenave. Ndoshta kështu s'del në intervista. Jo, jam që nuk e di. Arlinda po më përpiqet që të më frymëzoj që të dalë, po jo, jam e tupshme kështu. Je shkrimtare normalisht. Kush përfiton një shkrimtar të ri tregoj si e the se shumë bukur atë. Një libër që ka sa fjalë ka libri? 85.000 fjalë, edhe njerëzit pastaj fillojnë edhe më thonë, ju lutem, më thoni 2-3 fjalë për librin. Si ta përmbledh, thuaj. Të thosha 2-3 fjalë se kisha shkruar, nuk e kisha shkruar, ishin vetëm për 2-3 fjalë puna. Ke fëmijë? Po. I ke futur në botën e librave? Po. Si, më jep një ndihmë. Si, sepse kam një ide që kam është që të bësh një book club, po ta bësh për familjen. Do me thënë, juve të gjithë lexojmë,
një libër që lexojnë fëmijët. Domethënë ne të tre në shtëpi të lexojmë një libër. Të njëjtin libër, po duhet pak shumë një libër që i pëlqen tyre, domethënë nuk do. Po cili libër i pëlqen atyre, sepse unë nuk dia, domethënë kam ngecur te ky momenti që unë çoj cakt klasik dhe i them që po sikur ti shohim këto. Thotë ajo, çan këto fjalë stërgjysh është kështu. Domethënë kam ngecur në këtë pikë. Si futet në këtë botë? Duhet ta zgjedhin ata. Duhet ta zgjedhin ato. Çfarë lloj libri duan ato, edhe ti duhet lexosh atë, sado që të mos pëlqej, sado. Jo, un kam, domethënë nuk mundem që ti të sugjeroj. Sugjerimet e mia. Jo, sugjerimet e mia nuk. Jo, kam mësuar domethënë shumë më herët nga që isha vullnetare për një organizatë atje që quhet Big Brothers Big Sisters, domethënë për disa fëmijë që kanë nevojë për të rritur, të rinë afër ose të ashtu, edhe më kujtohet që i sugjerova një libër. Nuk e di çfarë libri ishte, ndoshta ishte Zemra, nuk e di në një nga ato. Po, edhe unë Zemra në çova kështu tek universiteti. Këto libra tek kështu e vjetra dhe ajo pa mua sikur kisha 2 koka, më dha mua çfarë lloj libri më. Nuk jo, ç'është kjo? Ndoshta është kulturë tjetër, është diçka tjetër, domethënë, kështu që. Dhe unë Gela duke lënë librat e kokë krevatit gjithkohës, tak të shtyn. Sa radhë i thash do ta lexosh këtë se ky më pëlqeu shumë, i thash kur isha në avion dhe po i tregoja. E mbaj mend ta që qave një herë në avion, po mendova se kishe frikë ka avioni. Jo po qava për librin, i thash unë të lutem. Ose Gianni Rodari, ato aventurat e Cipolinos, domethënë Gianni Rodari tash ka filluar që të përkthehet shumë edhe në anglisht. Domethënë pash një, domethënë ai baj ka shkruar dhe ese shumë të bukura për si të krijosh një tregim ose si një kështu. Edhe i kam bler domethënë ca libra kështu, po s'ka. S'mund të themi që e ke fituar këtë betejë. Jo, është betejë humbur, duhet domethënë vetëm ata ta zgjedhin çfarë duan, edhe ne duhet të përulemi çfarë letësi, dhe pastaj ndoshta dal nga dal, do ashtu që po të na shikojnë domethënë atë klubin e librave nëse jemi duke analizuar ato tregimet që kanë pëlqen aty. Base. Unë vetë ti ka ndikime që ke lexuar dikur, domethënë e ka dhënë më pas? Ndoshta është shumë e vështirë ta dish se çfarë ushqimi ka sjell këtë. Ushqimi është shumë, domethënë shumë, ndonjëherë unë habitem që domethënë më del diçka dhe pastaj i them vetes më pas, mos ishte pse e kam bërë këtë, nga doli kjo, sepse krimi është shumë e çuditshme. Dhe një ditë isha në tren edhe më erdhi një ide, domethënë për këtë librin që jam duke punuar tashti. Duhet ta vësh atë përpara kësaj. As po mendoja fare për atë libër. Erdhi si urdhër. Më erdhi direkt. Atë duhet ta lëvizësh. Domethënë është kjo puna kur pyet një njeri që pse ke jetuar kaq mirë, çka ke ngrënë, çfarë dieta, çfarë ushtrimet, ai thot genet. Genet. Ndoshta, të duhet diçka e thjeshtë të që ta përmbledhit gjithë nga gjithë. Por që në fund të fundit e kishte edhe momentin e 3 vjeçarit. Ka qenë rëndësishëm pra, edhe koha e qenit profesioniste, duaj. Dgjoj, është një debat i madh në fakt në New York, nëse të duhet shkolla për shkrimin apo jo. Domethënë është një debat shumë i madh, nga që domethënë thonë që gjithçka që del nga këto programe duket njësoj, që unë nuk jam dakord, nuk më duket se gjitha librat që dalin nga këto lloj programe janë njësoj. Nga që thonë që sikur promovojnë uniformitetin në një farë mënyre. Po besoj domethënë kur mendoj për ata gjithë që ishim aty në klasë, mendoj që gjithë shkruanim gjëra të ndryshme, domethënë. Edhe bile mbaj mend nga që lexonim dhe shumë. Lexon për shembull një roman edhe nuk lexoja, mbas mbarova të shkollën nuk lexoja fare, domethënë fare. Nuk lexoja nga që kisha lexuar kaq shumë, edhe pastaj fillova të zgjidhja ato gjërat që më pëlqenin. Tani çfarë lexon? Lexoj letërsi bashkëkohore amerikane, letërsia bashkëkohore amerikane më pëlqen, jam gjithmonë kurioz për shkrimtarët, më pëlqen shkrimtarët gra, shkrimtarët vajza që të domethënë jam në kërkim të ndonjë gjëje të re, domethënë. Edhe gjej, më pëlqen, ka letërsi bashkëkohore amerikane që më pëlqen shumë. Fakt, edhe jam dhe sipas letërsisë së huaj, mundohem domethënë që mos jem vetëm thjesht me atë lloj gjëje, edhe filmat më pëlqen shumë, edhe filmat gjithmonë kanë qenë frymëzim, ka qenë frymëzimi imi. Kështu që keq kuptimi do ta shohim film shumë shpejt. Kam pasur një dy kërkesa, kishte një dy kërkesa po me filmat, ku i diet, nuk i diet. A e di që agentja ka pas sa kërkesa, po me filmin duhet i kesh shpresat shumë të ulta, nga që është financa, 1 milion gjëra që ndodhin aty. Ledja Gjoka, unë po pres librin në dytë, edhe çmimet në vijim, po s'ka gjë, edhe pa çmime ne duam pavarësisht. S'ka gjë, varet nga demoni, e tham. Ishte kënaqësi, nuk të shqetësova, nuk të operova, se kur vinte këtu tha, jo, nuk naqa. Mendova se ishte operacion, po ishte
Pushim, vakancë. Mirë se erdhe. Faleminderit të gjithë ndjekësve të Dritarit Televizion. Iku Ledia, u qua me vrap. U knaqja apo po ikis? Sa ti falenderoj ndjekësit. Më falë, u knaqja po miru pafsh. Unë nuk knaqja po miru pafshim. Faleminderit shumë që qëndroni në Dritare dhe Rutina Xhunga. Janë 2 kanale në YouTube që neve na e marrin shpirtin, po e bëjmë me kënaqësi, sepse duam ta ndajmë bashkë në kënaqësi. Faleminderit.